O avokat, amnistia, nuk bëhet me këtë llogaritje, ku bëhet amnistia, ku bëhet amnistia, nuk llogaritet çfarë ka ai tjetri në mendje atje. Se politikanët nuk dënohen 20 vite, pra këtë po them. Shiko, unë nuk po flas për politikanët, meqense njerëzit po folën për politikanët, patjetër do më involvojnë te çështja që kemi atje në spak. Unë po flas për njerëzit që janë dënuar 15 vite, njerëz të zakonshëm që janë dënuar 15 vite. Patjetër, ata nuk duhet që të përjashtohen. Po atë po të flasim pra. Dhe të gjithë persona në ligjin që ka hedhur ministri i drejtësisë, se vetëm i drejtësisë nuk është ai ministër, ai mund të jetë çdo lloj gjëje, por ministri i drejtësisë nuk është. E ka përjashtuar këtë kategori. Ministri që është ai Lamallari që ka. Vetëm ministri i drejtësisë është. Sepse ministri i drejtësisë duhet të jetë ministër drejtësie, mos të shkeli liritë dhe të drejtat themelore të qytetarëve. Ne do të mbrojmë ministrin. Ministër që ka qenë goxha aktiv, po ta shikosh ku në rrjetet sociale dio propaganda, shiko. Ai propaganda që bën ai është propaganda me pisët dhe me keqe që mund të ndikojnë në sistemin e drejtësisë. Shiko, në të gjithë botën ministrat e drejtësisë. Jo, domosdoshmërisht duhet mendosh në ministrat e drejtësisë, ministrat e drejtësisë të gjithë botën zgjidhen pasi kanë qenë o prokuror me karrierë të gjatë, o gjyqtar me karrierë të gjatë, o njerëz të cilët kanë kontribuar në drejtësi. Më thoni kontributin që ka ministri i drejtësisë në sistemin e drejtësisë shqiptare. Kaq më thuaj dhe unë do të them